Mirëmëngjesi miq, shpresoj të jeni zgjuar mirë sot, sepse kemi ca ushtrime pak intensive, kështu që do bëhemi gati direkt të vazhdojmë me nxemjen. Kofshën para, si që themi edhe në quadricepsin. Është një muskull i madh, kështu që edhe ai do pak zgjatje dhe ngrohje njëkohësisht. Okej. Ana tjetër. Mbushim me frym. Qetësohemi. Nëse ndihemi gati, fillojmë me ushtrimin e radhës. Do bëjmë si gjithmonë në fillim që të vim pak në vete ose litar ose jumping jack. Unë do bëj pak jumping jack. Juve mund të bëni ose litarin ose jump. Litarin do e bëjmë 3 herë nga 1 minutë, ndërsa jumping jack 3 herë nga 30 përsëritje. Okej, unë po filloj. Bëhemi gati. 3, 2, start. Rregullojmë frymarrjen gjatë gjithë kohës, që mos lodhemi. Edhe një vjeçe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, shumë mirë, 9. Okej. Qetëso. Mbushim me frym. Si litari, ashtu dhe jumping jack, ju jep një ndjekje komplete tek pulpat dhe kofsha mbrapa. Kështu që ju ndihmon shumë edhe në tonifikimin e asaj. Edhe në rënje peshe, sepse u mbasin shumë kalori të dyja si ushtrime. Okej,
Si që thamë, do i përsërisim dhe 2 herë të tjera. Unë ndërkohë pa humbur kohë do kaloj tek ushtrimi i radhës, mbushim mëfrym dhe bëhemi gati ta fillojmë. Atëherë, kërcejmë lart, ngrem njërën këmbë dhe prekim me duar poshtë këmbës. Okej, këtu. 1, 2, 3. Mundohemi të kërcejmë me maja. 8, 9, 10, edhe 10, jepi. 1, shumë mirë. 2, nxjerrni frymën. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej, qetëso. Mbushëm me frymë, mund zjatemi poshtë. Rregullojmë frymarrjen. E mira është që tek këto ushtrime të mos pushojmë më tepër se 30 sekonda. Sa të normalizohet pak frymarrja, bëhemi gati dhe fillojmë direkt tek seti i radhës. Të do e shtojmë pak, do e bëjmë dhe 3 herë të tjera, ndryshe nga jumping jack ose litari. Pa humbur kohë, do kalojmë tek ushtrimi i radhës, kemi vrapim në vend, këtë do e bëjmë pak me metodë më ndryshe se nga 2 ushtrimet e para. Këtë do e bëjmë 30 sekonda punë dhe 20 sekonda pushim dhe do e përsërisim për 6 minuta të plota. Kështu që bëhemi gati dhe fillojmë. Kemi vrapim në vend. Jepi. 1, 2, 3, 4, shumë mirë, 5, 6, 7, 8, 9, sa më lehtë, jepi, edhe pak. 10 që a fundit. Okej. 8, 9, shumë mirë. Qetëso. Mbushim pak me frymë, zjatemi poshtë. Rregullojmë dhe frymarrjen. Këto ishin 3 ushtrimet që kishim për sot, kështu që do bëhemi gati direkt të kalojmë dhe tek stretchingu, të mos e anashkalojmë. Po ta bëjmë gjithmonë. Sepse siç është e rëndësishme ngroja e muskulit, ashtu është e rëndësishme edhe çlodhja. Okej, zjatemi para. Lirojmë pak mesin, sepse ka marrë pak ngarkesë nga kërcimet. Madje ju sugjeroj të gjithë njerëzve që kanë probleme me mesin të bëjmë pak kujdes në mënyrë se si ecin, edhe se si vrapojnë, sepse ka raste që mënyra se si ne ecim dhe vrapojmë ndikon shumë tek dhimbja e mesit ose e qafës ose e shpinës. Lirojmë pak pjesën e kofshës, kush mundet e bën në këtë lloj forme ose vetëm para. Varet nga elasticiteti që kemi. Okej. Pushojmë anën. Me mua sonën e mbyllëm për sot. Shihemi herën tjetër. Mirupafshim.